Istighfari sjell bereqet, t'jep rrugdalje, t'jep mirësi, i ka frytet dhe bereqetet e veta. Ndëgjoj me këtë ngjarje mirë, ka qenë Imam Ahmeti. Imam Ahmeti ka qenë dietar i madh, hoxha i madh. Një ditë për ditëve ka dalë në udhtim me shku me kërku dituri. Nata e ka zanë rrugës, edhe ja ka mësy me shku në xhami me flet. Kur ka shku në xhami, u ka shtrim me flet, rojtari i xhamisë, kajumi i xhamisë i ka thonë largoju prej xhamisë. Nuk ka vend për me flet. Kjo është mundu me bind, mi thonë ati se unë jam musafir, vetëm sonte, pastaj nesër unë e lëvisi. Kjo e ka refuzu maksimalisht edhe ka lërgu prej xhamisë. Pasi që e ka lërgu prej xhamisë, kur ka dorë rrugës, e ka taku një farë buk pjekësi. Ai buk pjekësi kur e ka taku këtë personin, se ka ditë sa është hoxha i njërë, i ka thonë, o filan, a do të vish të kune me fletë, sonte unë ka më të bo tyje, ka më të bo të shpjej me gosti musafirlëk. Ka pranu. Pasi që ka pranu, ka shku në shtëpinë e buk pjekësit. Natën kur ka ro me fletë, ka ro Imam Ahmeti me fletë, buk pjekësi po punon bukën. Ka fillu me gatu bukën. Gaton bukën, ban një istighfar. Imam Ahmeti kjo hoxha zgjohet edhe shikon. E pjek bukën, ban një istighfar. I palon bukë, ban një istighfar. E gaton bukën, ban një istighfar. Shkon djath, ban një istighfar. Në të majt një istighfar. Befasohet. Çfarë njeri ka në ky, vetëm istighfar po bajkat. Të nesërbit në mëngjes. I thot, o zot i shtëpisë, pram tek ti kam vëret një çudi. Thot, çka ki po? Shumë po bash istighfar. Thot, ashtu e kam unë në kohën. Gjithmonë kam dëshirë me bëj istighfar. I thot hoxha, do ta pashtoj një pyetje. A ja ki po vallë në jarë hajrin, frytin, bereqetin istighfarit? Edhe pse hoxha Allah të din se istighfari ka bereqet, po kirë po do me dit praktikisht për ati personit. A ja ki po hajrin ti istighfarit? Thot, po pasha Allah, istighfarit ja kam po shumë hajrin. Gjithmonë kur e kam lutë Allah për të një nevoj, Allah ma ka pranu lutjen përveç një lutje ja. Cënës të ka pranu o person? Thot ky, dëshira e ma sheflak. Kam dëshirë me pa Imam Ahmetin, pa Allah se kam pa. A jeton Bagdad. A ky hoxha ka qenë Imam Ahmeti. Ja ka nis me kajt, ka thanë, o subhanallah, Allah ta ka pru Imam Ahmetit zvaras për toke prej në Bagdad të shpia. Se ky ka qenë Imam Ahmeti. A e morët vesh? A që ban istighfar, Allah ja përgjigj çdo lutje dhe nevoje. Për ta mos e harroni istighfar. Allah i madhruar disa prej njerëzve i ban të varfër, disa i ban të pasër, duke ditë brendësinë e tyre se njëra prej këtyre e ka lënë të varfër se ky përshtatet dhe korrespondon me idenë me mbajt balancën e imanit vetëm në këtë formë. Po nëse e pasurove, ky çoroditet. Ky shkel normat, ky shfrenohet dhe prishet. Edhe Allah e di më së miri dhe e lë me atë status. Se kjo është ma e denë dhe ma merit për ata. Edhe kundërta, dikane ban të pasur, jo të varfër, se vetëm kjo formë dhe mënyrë, ky mundet me qeni balancum dhe me njët në atë linjen e vërtet drejt rrugës Allahut. Po nëse bati varfër, shë skandalet e ke, ban gjana që i dronë Allahun. Edhe Allah e di mas mirti, i ban këto dy palët e kundërta. Po si do qoftë, varfëria është shumë është rrezikshëm, përdesa i dërguar Allah ka kërkuar mbrojtje dhe strehim tek Allahu nga ky që është vespi vesë më të këqijave, vetëm se dëlshës është gjë shumë e keqe, shumë dur dhe e rrezikshëm fukarallëkit. Vlera e xhamisë është e madhe. Nëse nuk ki ku me dhanë, ja xhamin e ki. Çdo sen që ka jep në xhami, këtë punë që ka bën në xhami, dhikri, namaz, ibadeti, Kurani, përkujtimet, ligjëratat, këshillat, udhëzimet, ti je bidur, nëse i kom për atyve që ki dhanë dhe ki afru, ti ka motet se vapi përdesa kjo xhami ka në ekzistu. Andaj nusë Allahu xhaleshanu, sa e cili e për xhami, Allah ja kompenzoft në vlad, në familje, në iman dhe në shëndet. Kush nga prindrit bajnë sabër dhe ju vdesin 3 fëmijë, ai ka me fluturu mbi urën e siratit. Ai prindër, baba po nën, që i ka pas 3 vlad, edhe ka bërë sabër se Allah ja ka marrë ato e vlad, ka ndru jetë, ata ka me fluturu, jallon, jo me ecë, me fluturu urën e siratit drejt për në xhenet. Dikush nga të pranishmit i tha, ja Rasulullah, po nëse i vdes një fëmijë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse i vdek edhe një fëmijë, edhe ban sabër dhe duron, edhe ky ka me fluturu urën e siratit, ka me te kalu me lehtësim. Ashe? Ka me kalu me lehtësim.
Ajo shumë është e dhimbshme kur dëgjojmë disa njerëz me vite të tëra, me familjet e tyre, nuk mbajnë lidhje dhe komunikim. Janë të idhnuar për çka? Për diçka të kësaj dunjës. Rrallë mund të dëgjojmë dikush që u ka idhnuar për hir të Allahut. Nuk i foli filanit se ky njeri kur nuk ka dëshirë të ndëgjojë për këtë fe, kur nuk ka ardhur në xhami, nuk ka xheruar. Kjo shumë është e drejtë edhe fetarisht ndoshta. Ama të idhrohesh për vllajën tan, për plasha kësaj dunjas, për një hisë të tokës, për diçka çka deshtam apo nuk deshtam, që e ka thënë një dietar në fjalë, të gjithë u përlajtën për shkak të tokës, në fund toka nuk e mëshiroi as hasmin as tjetër, të dy të futi në varr, e çka met vetëm se idhimi e asgjë tjetër. O Zot, për te po pres, familjen, kënaqësta, që ku shkoj shtëpi, mos po të dalë kur për shtëpijës. Ja si kur që ndodhë keqardhje, shumica nga ne, mos shkënaqën qajtura, mos shkënaqën në për kafe, në për lekane, ju ka bo shtëpia vetë varë. Kjo është për keqardhje. E Allah i madhruar ka thonë, o gjallë Allahu, bujutekum sekene. Allahu ka bo shtëpi të juve qetësi, rahati, komoditet, relaksoni. Sa do që kënaqesh na për çajtore, na për kafe, na për vende ndryshe, nuk rahatosi te familja jote. Ne nuk thojmë që më shkuput prej shoqërisë, më largu prej këtyre vendeve, asesi. Edhe kjo është pjesë të lumturisë. Mirë po boshti, bërthama, qendra, rahati e familja. Kështu Allah pas ka thonë, min bujutikum sekene. Ata, si qifti predikues, të cilët i ftojnë njerëzit në punë të mara, ky fare nuk e zbaton. Qërë i fton, ama ky është larg asaj urdhëresës, ose i ndalon dhe i pengon tjerë nga punë të lika, ky është i pari çka e ban. Edhe këta njerëz i ka pa duke u dënuar në lumë të zjarrit. Ka pa dhe shumë gjëra. Të jemi të vendishëm, Zoti e ka një rregull, e ka një kanun, nuk e ndryshon, nuk ban kompromis asnjëherë. Me çdo se toleron, fal, amneson, ndryshon. Një rregull nuk e toleron dhe nuk e amneston dhe nuk ban kompromis. Inna Allah la yughayyiru bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata nuk e ndryshon gjendjen e vet. Duhet me ik plunin për vetës tonë. Jo dembela, parazit. Fëmijët tonë rrin, flenë me orë të tëra, baba akoma shkon me punu. A nuk o kjo e dhimbshme? Pas e pres me bereqet, sukses, ardhmëri, prosperitet, jo vëllezër. Dhe ndryshime, edhe piktu duhet të vëllezër. Keqen, mos e kthe me të keqe, po ktheje me të mirë. Do shtë me satira ata që ki pas armësi, në i ditë ka mu të bo përkrajsi dhe miku më i ngushtë. E këta nuk mund në arrit të keqen, me këthime të mirë, por pos ata të cilë janë pajisur me sabër, edhe ata që kanë fat nga Allahu dhe Rëshamu. Dhe për me është, të keqen me të mirë. A ka sot? Vishe pres, kur të haza. Një këthi, njerëzit që janë ngritur, falin, amnestojnë, tolerojnë dhe nuk ja kthen me keq. E kemi thana, derti sini më i madh. Kur kanë pashtuar pyetjet, cila është gjëja më e madhe, ka thënë kodrat. A ka diçka më e madhe se kodrat? Ka thënë vulkanet. Kur vijnë vulkanet, e ndezin dhe kodrën e marrin. Ka diçka më e madhe se vulkanet? Ka thënë po, vërshimet, ujrat, kur të marrin edhe vulkanin e marrin. Pa ka diçka më e madhe se kjo? Ka thënë po, cila? Ka thënë tërmeti. Ka diçka më e madhe se tërmeti? Ka thënë po, gjumi. Si me gjumi? Po more, pyes tyje, ej, pra më ka pas tërmet në orën 1 natës. Ja, se kam dëgju. Se ku ishe? Jam kanë gjumë. Gjumi e ka mujtë? Tërmeti. A ka diçka më e madhe se gjumi? Prenga, gajla, derti. Nuk jam të fletë o që një javë. Pse be nuk flenë? E ka me vladin në spital. Jam duke menduar, jam ka mendoj ku të mbledhi pare, si doktor ta. Një javë, a ju e dini se 48 orë nëse nuk flenë robi, me automatizëm instinkt dorëzohet. Duhet me fletë e zë gjumi dhe pjenë. Nuk më zë gjumi se më kërkon policia. E me pas dert në natën e vorit, ditën e gjykimit, e vladin ton, familjen ton. Kur nuk në kështë e zanë gjumi? Zotin e përmesov zemrat, në e regullov shpirtat, e vlad dhe familjen, e shal ma dalmi faqebar, e kuli kauli hedhe, o astakfirullah li, o lekum, fa astakfiru innehu al-ghafuru rahim. Tëse Resulullah ka thonë gjithmonë namazate, e ka pas vajib,
Rasulullah me falë namaz natë. Nëse kena, elhamdulillah na ka lehtësua Allah. Na 5 nuk na tifon, kanë namaz natë. 5 vakte. Apo çaloj. Ana sabah në drejt. Që ka tregoja hoxha Hoxha Abdul Fuka shumë bukur tregoi. Tha se ti Musa kish pas ditë kur ka ik mirat e Rasulullah me u bë farz namazi, që ka thonë sefte 5 namazi. Ka thënë Musa, çfarë boni farz o Muhammed? Allah i pazit. Çu ktheu te Allahu, ti s'ke përvojë me popullin tan, me umetin tan, me xhamatin. Nuk ka përvojë. Shko lutem mos ta zvoglu. Ka shkoj ka zvoglu. Sa ta boni 35. Shko disa deri kur ka po 5. Shko edhe më shumë. Jo, thot se po mjetë turp, thot Rasulullah. E Allah ka thonë 5 kofshe për 50. E me ditë, ja Rasulullah, sot gjemat umet jetë u ta falë 5 vaktet. A nuk falë? Me zorë. Po ka dha për telefon, për jetën sociale, për namaz në fa. Shumë është edhe lezët të dashur. Do përmeni hadithe, qëfar rreziki i madh është. Me një madhësia. Qa që është rrezikshëm? Sa që na prej tash këtu dhe duke me studiu mirë. Me marë edhe me shiku vetë. Ma vesh betër e thonë mburje. Vjen duke shpet vërtet, e ty mburësh. Vjen të bësh modest, Allahu të është problem. Se s'kam pas qasve informata një ori për këta, Allahu të është problem për këta, këtë bëtë betëra. Mburje. Edhe e refuzon. E për e thonë më ngrit. Ti tash ngritesh atë sa nuk jeti. Nuk je aqë ti. Disa njerëz falin namaz, nuk marrin nga namazi vetëm se lodhje. Falë namaz ama shpejt. Mekanik. Namazi fort me qenë. Me knatësi. Ku shkon në ruku me pushu. Shkon në sejdë pushon. Jep selam nga dalë. Falë namaz nga dalë. Me shpirt. Me knatësi. Sikur që thënë dje. Qajnë, kafën. A e pini me tëra qëllëk? Me takëm ki e pi kafën. Ka dale, me dua, nuk shpejton. Namazi është më të rëqëllëk se kafja, haja, pija e sukje. Kafën me qef 20-30 minuta, gjysore, 2 ore rej, këshirë, plazma, me po, e ki po dikush kanë fokusum, për shembull, shumë është i përkushtum dhe i futballit, edhe kër i këshirë futballit me haje, me pije, me dalë dikush për para. Largoju, mësë pa prishat skenën për futbal. E për namaz, s'prish punë, zhurma, shpejton. Se nuk merr nga namazi, ndoshta vetëm lëvizje dhe lodhje. Andaj thotë i dërguar Allah, njeriu fal namaz, nuk merr nga namazi, 10-10, 1-9, 1-8, 1-7, 1-6, 5, 4, kështu me radhë përmend, derisa ka dikush nuk na rrezik, vetëm me kryen borxhi.